Lajmi i tretë i mirë është për shërbyesit publik. Ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kemi miratuar në ligjin e buxhetit, pagat e shërbyesve publik këtë vit rritën 2 herë nga 55 euro, për të kompletuar rritjen prej 110 euro për të gjithë. Rritja e parë tashmë ka filluar së zbatuari që nga janari i këtij viti, rritja e dytë do të fillojë së zbatuari nga muaji korrik siç është paraqur me ligjin e buxhetit. Sot do të marrim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore shtesë për të gjitha organizatat buxhetore që të mbulohet kostoja e kësaj rritje. Pas përgatitjeve teknike, zbatimi i fazës së dytë të rritjes do të fillojë të aplikohet muajin e ardhshëm dhe kështu pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtarë publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. Bazuar në të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar paga mesatare në sektorin publik ishte 755 euro. Me këtë rritje të fundit, që do ta miratojmë së bashku sot, paga mesatare që nga muaji i ardhshëm do të arrijë në 865 euro në muaj. Kjo paraqet një rritje prej 48.1% krahasuar me pagën mesatare prej 584 euro të vitit 2019, viti i fundit para pandemisë.